Live from Tirana në Top Albania Radio. Mrekulli, ju përshëndes nga pjesa e dytë të Live from Tirana, 11:10 është ora eksakte në këtë moment. Unë jam Ronaldo Sharka dhe siç ju ftova të gjithë që të bëheshit gati për të na ndjekur në këtë bisedë për afro deri në orën 12:00 në transmetim të drejtë për drejtë, sepse mendoj dhe besoj që do të jetë një bisedë e mirë, sikur një personi të shërbejmë sot për ditë dëgëri që po kalon, mendoj që kemi arritur qëllimin ton. Edona Sterka, i mirë se vjen në program. Mirë se gjeta, Ronald. Të kam njohur nga rrjetet sociale, është era parë që takohemi prej disa kohësh, nuk e mbaj mend fiks datën, edhe përpos faktit që më frymëzoje me copëzat që ndahen në Instagramin tënd, po ishte edhe e miksuar bukur me dialektin tënd. Kënaqësi që të kam në program, edhe shumë komplimenta për se si dukesh edhe energjinë që mbar. Faleminderit. Dgjoj, dua të shërbejmë pak dëgjuesve sot, por edhe atyre që do na ndjekin më pas në platforma sociale, për një gjë që flitet shumë. Ka një trend në rritje ku flitet për energjinë e mirë, ku flitet për se si të lidhemi me universin me një forcë më të madhe se ne, dhe se si jeta shumë njerëzve i ndryshon në fakt pasi futën në botën e spiritualitetit. Por ndoshta jo të gjithë e kuptojnë dhe ndoshta jo të gjithë janë gati, pra ka shumë faqe në Instagram që flasin për këtë, trajnimet shtohen çdo ditë, por unë dua të më tregosh fillimisht paksa përpara se të kalojmë tek disa momente që ti bën share në Instagramin tënd, tek ti individualisht. Si ka qenë jeta jote para se të futesh në këtë botë, dhe si është jeta jote tani? Si e sheh ti botën? Se do të tregoj edhe unë diçka nga vetja pastaj. Unë i kuptoj të dyja medaljet, edhe persona që nuk janë pjesë e rrugtimit shpirtëror hala, edhe persona që janë fut në rrugtimin shpirtëror. I kuptoj edhe mosbesuesat edhe besuesat, sepse i kam kaluar të dy fazat. Edhe siç thati në rrjetet sociale mund të kesh shumë faqe që na motivojnë, na çojnë drejt kësaj rruge, por ndoshta ne nuk jena gati. Edhe kur unë në fillimet e mia i kam pa, nuk domani futin një vesh, dalë një vesh tjetër sepse nuk funksionoshin as pak për mua. Por kur nollaj momenti i ndriçimit apo i zgjimit shpirtëror është vetëm kur ti je gati. Edhe zakonisht në përqindjen më të madhe të njerëzve që unë njoh, i kanë në ditët më të arta të jetës së tyre. Edhe më thënë edhe te rrugtimi jem, ka një ndër periudhat më të vështira që unë kam kalu në momentin që mu ma zgju diçka brenda meje. Unë kam thënë edhe në për emisione të tjera që kam kalu një depresion me vite, po se kisha kuptu, edhe në momentin që unë i thosha partnerit tem një periudhë gjatë, unë kam nevojë për psikolog, por besimet e mia në thojza ignorante, mbi të zër më shku te psikologu. Unë kam nevojë, thosha, sepse diçka brenda me nuk më lën rehat. Edhe nuk e bëna, në fakt, do bëna psikologja vetes, por jo për çdo njeri funksionon kështu, kështu që nuk ja sugjeroj gjithkujt. Dhe kam lexuar një shprehje, kjo duket pak e përsëritshme në për intervistat e mia, por është një e vërtetë sepse një ty ka nis diçka brenda meje. Unë e pash partnerin tem që u rrit, u zhvillu, edhe unë meta e vogël, domethënë nuk po bësha diçka që unë më përmirësu veten time, dhe në mënyrë të pavetdijshme, unë dosha me analat në rritjen e tij, por në fakt isha unë që u dote mu rrit. Edhe unë e basha në mënyrë të pavetdijshme, e pengosha në rrugtimin e tij, por në fakt isha unë ajo që do të mu zgju. Edhe lexoj një shprehje të mikut tem, Sheikh Hysenit, që thotë se një dashni e vërtet është kur ti e lën personin e lirë, dhe në momentin që ai është i lirë, kthehet te ti, ajo ka kënd dashnia. Në të kundërt nuk është dashni, e ke majt kot, s'ka kënd kur dashni. Dhe që aty ka kënë data 14 prill, nuk e harroj, para 3 viteve, unë që aty i dhash 100% liri i partnerit tem, po të njëjtën kohë ja dhash vetes teme, se duke si ku ja dhash atij, po në fakt ja dhash vetes teme, mu qiru nga ata menime që më lanë shumë mrapa. Dhe aty u ringjalla. Që në gjumë, u ringjalla, sepse ne e dim sigur që një ditë do vdesim, por të jetosh si i vdekur është e dhimbshme. Është më të mërshme akoma. Dgjoj, më the që ky proces rrugtim shpirtëror ndodh kur je gati. Absolutisht. Kur jemi gati? Pra, në këtë rrugtimin tënd pati një klik, një moment, apo erdhi gradualisht, dhe si mund ta kuptojmë ne kur jemi gati?
nuk mund të krahasosh. A mund a mund të jenë të gjithë gati për rrugtimin shpirtëror, se ka njerëz që jetojnë gjatë gjithë jetës së tyre në një botë që nuk e kuptojnë, pra janë shumë sipërfaqësor. E vërtetë është, ka njerëz që vinë dhe ikin nga kjo jetë dhe s'janë kur gati. Ka njerëz nuk krahason dot eksperiencën e asnjë njeriu me zgjimin shpirtëror që më noll mua dhe zgjimin shpirtëror që të noll ty. Çdo njeri ka momentin e tij të jetës dhe se më kujtojnë disa situata, prandaj është një moment kritik, tipik kritik që ty të noll ndriçimi mbrëmshëm, që ti e kupton që nuk je ai person që tjerët kanë thënë se je, sepse ne na rrisin me një lloj programi që ti je e dona, do bash ky gjë, po në fakt ti se di se ç'a duan. Edhe kur ti e kupton se ç'a don ti në vërtetë dhe nuk rezonon me programin që tjerët kanë dhënë, aty të ka noll xhimi. E bukur. Mirë, do më japësh vetëm 2 minuta hapësirë marketingu, se është një botë që besoj që e njeh, që ekziston dhe duhet të respektuar, dhe më pas do dua të rikthehemi në bisedë dhe të flasim gjërë e gjatë. Me tim të drejt për drejt me Edona Sterkaj, businessman dhe digital creator, dhe që her pas herë frymëzon me copsat e saj të historive të ndryshme apo thënie më motivuese në Instagram. Edona, ke publikuar një video e cila mund të themi që është video më virale jot janë në llogarinë tënde në Instagram, që nis me këtë frazë, qepe gojen. Qepe gojen, ajo në fakt që dikur mund të konsiderojë që mos e tregoj gjëra si që të kap syri keq, sot në fakt syrin e keq e njohim si energji negative, thjesht dikur nuk dinin t'i vendosim emër. Ti beson vërtet që nuk duhet të tregojmë ëndrat, planet, projektet tona me askën? Atëherë unë besoj që persona që tregojnë planet e tyre ose projektet e tyre, pa halla si hap në zbatimin e tyre, mendoj që janë persona që nuk kanë vetbesim dhe arsyeja pse ata i tregojnë planet është sepse kanë nevojë për konfirmime të jashtme. Dhe nëse ti ke nevojë për konfirmime të jashtme, i jep hapësinë tjetrit me mjall një farë negative të ti, që dikush thotë çfarë pa bën këtë se sa është për ty. Njaç mjafton, se ti nuk ke vetbesim. Atëherë ta shton mungesën e vetbesimit një opinion i dikujt tjetër, dikush nuk don që ti ta bësh atë, sepse ai shef në vështrimin që ai ka dhe mbesimin dhe naftësi që ai ka për veten e vet dhe i transmeton te ti. Edhe kjo është dështim i garantuar. Por nëse ti e ke bë planin, ke hall hapa për zbatimin e planit apo projekteve tuaja, mund ta ndash me shumë kënaqësi sepse ti e ke vizionin e qartë dhe e ke nis rrugtimin tënd. Po, mendon që vërtet kjo energjia negative mund të ndikojë realisht në një pjesë të mirë të ëndrave dhe planeve që ne kemi? Po, besoj, unë besoj 100% se çdo gjë në këtë dimension është energji, dhe energjia negative ka shumë fuqi me të shkatruar çdo gjë të anën. Nëse ti nuk je i vetëdijshëm dhe i lën hapësinë. Mund të ndodhi që kjo të visi shpesh herë si nga njerëzit që ne mendojmë që duam më shumë dhe që na duan në fakt. Po zakonisht njerëzit mund të xhelozojnë dhe duken na dashur. Zakonisht gjonat më të mëdha na vijnë për njerëzve që ne besojmë që na dojnë. Besojmë. Pse? Sepse jemi të vërbuar nga ajo dashnia që kena dhe i besojmë gjonave që thojnë, por duhet me kanë vetëdijshëm sepse jo çdo njeri që në dukje duket që don, por energjetikisht diçka mbrana teje thotë që nuk është e sinqertë dhe dashuria. Njerëzit që shpesh herë ne i mbajmë afër dhe mendojmë që i duam, po në fakt i duam dhe na duan, nuk e duan rritjen tonë, sepse duan të kenë afër vetes. Pra nuk duan që ti të shkosh shumë larg, beson te kjo? Nëse një person, un kam një besim të premtë për këtë pjesë, paktën deri në këtë moment që flas. Nëse një person nuk punon në rritjen dhe zhvillimin e vetes në mënyrë dinjitoze, ai person nuk ka më kënaq kurrë në rritjen dhe zhvillimin tan. Por sepse nuk e ka në horizontin e tij fare çfarë do të thotë zhvillim personal, rritje personale. Dhe s'ka si ta kuptojnë te ti. Dhe çan null me këto persona që nuk e kuptojnë kanë vetëm një fjali. U bane ti. U bë ky, u bë kjo. Edhe për mua kjo fjali barazi me personi që ke ti përballë të nxjerr pa ngërçet e jetës tane.
e njëjta gjasht. Thjesht nuk është i vetëdijshëm edhe e pasqyron vedin të tjetrit që u bë ky, s'u bëna unë. E do na flitet shpesh që duhet të mbrojmë energjinë tonë, dritën tonë, por në një farë forme do duhej të izoloheshim brenda 4 mureve të shtëpisë ose të rrinim në pyll, sepse jemi të detyruar në një farë forme të shkojmë në punë. Patjetër. Të shkojmë në bankë, të takojmë njerëz që ndoshta nuk e duam, por jemi të detyruar të ulemi me ta në kafe sepse e tillë është jeta. Si ta mbrojmë të energjinë tonë? Kur e dim që shefja, drejtoresha, kolegu ngjitur kanë një lloj negativiteti brenda tyre, apo dhe një person i familjes, dritën tonë brenda vetes, si ta ruajmë nga njerëz që nuk i bëjmë dot kryq përjetësisht nga jeta jonë? Ti mund mos i bash kryq përjetësisht nga jeta jote për energjisë së ti, në ndikimin tënd ti mund t'i bash kryq. Si? Sepse ti krijon një kufi edhe domethënë çdo njeri e ka të ndryshme. Janë edhe disa teknika që ti do ta marrësh energjinë. Do pak punë, pra nuk është vetëm duke e thënë. Patjetër, por që ta kuptosh ti që përballë teje ke një person me energji negative, është momenti që shputesh prej tij, ti nihesh i plogësht, i sakatum, thamun, sepse ta përpin tonë energjinë tonë. Por është rrugtim me mësu me rujt energjinë, por edhe ne ç'a tolerojmë e paguajmë shumë fish. Më thënë janë ca gjëra që ne i bëjmë fillime i tolerojmë dhe shefi apo personi i familjes është mësuar që ti e mon, e kena toleruar ne dhe ato vazhdojnë. E merr si e ka se të mriqon. Por duhet me kriju. Unë e kam shumë të rëndësishme këtë edhe një person me autoritet fuqishëm e largon energji negative. Se përballon dot energjia negative të jetë në prezencë ti. Sado statusin nel taketa i tjetri përballë teje. Vërtet? Edhe unë e praktikoj fuqishëm. Mirë, interesante shumë. Si të bëjmë mes dallimin mes rrugtimit të vërtet shpirtëror dhe vetë manipulimit emocional për të gënjur veten që un jam mirë, universi do më shpërblej. Ku qëndron ky kufiri dhe fia e holl për të mos gënjur veten? Okay. Si ta kuptojmë dhe cilat janë shenjat e vërteta që ne jemi duke bërë një rrugtim të mirëfillt shpirtëror gradual, sepse nuk ndodh sot për nesër dhe këtë duhet t'ia sqarojmë publikut. Pra duhet t'i themi që vajte në një trajnim, lexohet një libër, nuk e thotë që nesër jeni zgjuar shpirtërisht. Procesi ndodh gradualisht. Po cilat janë shenjat e vërteta që është duke ndodhur ai proces? Unë besoj që kur i futesh rrugtimi shpirtëror, dalim pa besime që ty të kanë lënë mrapa dhe nuk është as pak e vërtet që ju futë rrugtimin shpirtëror dhe tashmë marrë gjithçka dhe njeriu më i lumtur në botë. Është një rënë e madhe, është menja jote që po të rënë. E vërteta rrugtimi shpirtëror dalim pa ca gjëna që thu kanë ekzistuar në herë të unë këta. Janë ca besime ndoshta shumë idiote që na lënë mrapa si popullsi. Edhe unë kur jam futur rrugtimin tim shpirtëror, kam pranuar me kalu në për errësinën time që ku e kupton pse më ka ndodhur situata, mane i shëru për asaj gjës. Po ti njerëzit që thonë pse më ndodhi kjo, pse po më ndodh kjo ato në kohën, është një shprehje që e nis zakonisht të shumë njerëz. Ti je njeri pa vetëdijshëm, se një njeri i vetëdijshëm, çdo lloj situate që ndukje, mund duket e keqe, ka një leksion më të dhënë. Edhe taj leksioni duhet jesh i vetëdijshëm ta kuptosh pse ato të ndodhin. Unë do të tregoj një histori që duket ndoshta pak banale, por unë do ta tregoj sepse ku jam futur rrugtimit tim shpirtëror, çdo acarim që kam pas te tjetri, kam shkuar në shtëpi dhe kam reflektuar me veten pse më ka ndodhur. Un kam një shoqe shumë të mirë, kena një diferencë moshe rreth gati 10 vite, po më kombinon më, është më vogël se unë, domethënë, më kombinon më veti shumë me te. Edhe kam pas një periudhë një që sa e rrisha me te, domethënë, e dosha fort, po diçka mrena me prapë më macarotet ajo. Edhe, okay, thash, kjo sa të mba gjallë, çdo gjallë është e bukur, pse duhet me mnoll mu kjo gjallë? Kjo më ka ndodhur mas zhjimin shpirtëror, edhe kam najt me punu me veti, se unë e disha që nuk e kam me atë. Edhe në një moment gjatë një meditimi që isha të ballë, realisht po meditosha pikërisht për këtë gjallë, merdi një imazh i vetes teme para 10 viteve dhe thall mrena vetit macarote liria që kishte ajo, që unë se kisha pas në moshën e saj. Dhe aty ndodhi transformimi te unë, dhe ja kam thënë, realisht ja kam thënë edhe kjo gjë më mirë që mund të bëjnë njerëzit, sepse çdo gjë që ne na shqetëson, na acaron te tjetri, zgjon diçka që ne kena brenda vetes tonë. Nuk kena asgjë me askën. Dhe unë kam një shprehje që tham njerëzve që mund të acarohen nga unë ose që unë mund të acarohem nga ato, po zakonisht ato që acarohen nga unë, tham ç'a të mërzit të unë që s'pëlqen te vetja jote. Interesante shumë. Edhe shumë e vërtetë. Shumë njerëz që mund të jenë
duke dëgjuar këtë bisedë ose do e dëgjojnë më vonë, më thonë, hua, unë kam për të pagu faturat, ja për mire keti e donat, më jep dhe mua ca lekti, edhe di unë se e shio jetën. Fritet, është pyetja më e bërë në podcaste, në televizione, në trajnim motivimi, a të bën leku të lumtur, as të bën leku të lumtur, është leku gjithçka. Në këtë rrugtimin tënd shpirtëror, çfarë ke kuptuar ti për paran dhe cila është balanca mes të brendshmes dhe të jashtmes, sepse leku është produkt i jashtëm. Pra, leku nuk mund të zgjojë disa emocione ose disa nuk e di tash, domethënë më shpjego pak si e ke gjetur ti këtë balancë, që leku mos të ndikojë 100% lumturinë tënde, se ti sot mund të kesh të ardhura shumë të mira, nesër mund të humbësh të gjitha, ne pas nesër mund të rifitosh prap, por drita brenda vetes duhet ruetur. E vërtet. Si t'ja shpjegojmë dëgjuesve tan, që t'i edukojmë që mos të thonë atë shprehje tipike, më jep dhe mua ca lekë se di unë se ta jetoj jetën. Po, që në momentin që thonë me për mund sa lek se diun si ta jetoj jetën, ato flasin në konceptin e skamjes. Po janë të lodhur dhe. Po, skamjes e kam përjetuar dhon. Në momentet caktuar në jetë është një shprehje që se krijohen edhe leku, edhe besimet e bollekut krijohen nga fëminia. Po ka një shprehje që nëna jam e thotë gjithmonë se as kena, as na marrohen. Po kjo të limiton, sepse krijuesi ka dhënë gjithçka për gjithkën, ku mund t'i bëjnë Ronaldo, mund t'i bëjnë edhe Dona. Por Ronaldo beson që bolleku do vinte ndërsa ai tjetri që e shef, ja po, mu s'mdon, ashtë edhe i shprehje krejt banale, du me e thonë. Nuk bjen rufeja në banjo. Është të mërshme. Këtë të mërshme. Dhe më imagjinoj çfarë vetë besimi kanë këto njerëz, dhe këto njerëz nuk kanë me pas kur bollek, sepse e bllokojnë. Fjala është energji, siç thash edhe më përpara, çdo gjë është energji. Dhe kur ne kam kuptuar se çdo gjë, këtë jetë është energji, janë hapta në portat e bollekut. Kam ndryshuar çdo lloj fjale të mundshme që më ka limituar me marrë bollekut e une. Jam një ajo që më përpara kam pas një jetesë minimaliste, jam i kjo që jam sot që kam çdo gjë që duan këtë jetë, dhe i marr shumë mirë në balancë, sepse kur ti ke hap portat e bollekut, e beson se krijuesi kallon çdo gjë, pastaj është besimet e tuaja që i bajnë më art e ti, nuk je më avarën për lekut. Absolutisht. Interesante. Po dëgjoja dikë para disa ditësh që thoshte që unë tha ka manifestuar. Thash si manifestova, po shkruaj disa gjëra në letër për këtë procesin dhe s'ndodhi asgjë. Okay. Në fakt, duhet shumë punë për t'ia shpjeguar dhe se çfarë është manifestimi, çfarë është zgjimi shpirtëror, se nuk është të zgjosh mëngjes dhe thuash unë jam i pasur, por duhet sqaruar që gjërat duhen ndier fort brenda vetes. Do doja shumë të më ndihmoje mua dhe dëgjuesit e programit, pasi të rikthehemi sërish nga reklamat, për dashurinë. Jo leksione dashurie se si mbahet një dashuri, por ka një problem në gjeneratën Z dhe jo vetëm ku fokusi kryesor janë lidhje toksike dhe që tërheqin rreth tyre njerëz toksik dhe nuk i vjen kur ajo dashuria e bukur dhe se si ta elaborojmë shprehjen që dashuria ndodh dhe të tjerët na duan fillimisht kur duan veten. Këtë gjë duat ma elaborosh dhe të ma sqarosh që të hedhim sa të pak dritë të rinj që dëgjojnë këtë program. Reklama dhe Danko na ndihmon sërish duke rikthyer pa muzikë për të përfituar sa më shumë minutash. Një ditë me një mikeshën time rreth të 40-ave, praktikisht më e madhe se unë, po dëgjonin këto këngët e viteve të fundit dhe baladët dashurisë e Dona janë shumë e ulin shumë figurën femërore në optikën time, ti ike, ti më le, po ty ta kthev Zoti. Domethënë edhe në tekstet e baladeve ka një dozë E vërtet. shumë toksike, ja. Ndërsa në vitin 90, 2000, po i dëgjoja këngët, pra goca e së koha kanë qenë më gangstere. Pra ta tregoj unë ty Adelina Ismaili, Bleona. Dhe njëkohësisht kam përshtypjen që këto këngë sot bëhen sepse kemi një brez që ushqet shumë nga drama. Dhe në fakt iluzionohen me histori që në fakt nuk janë dashuri. E para, si ta kuptojmë se çfarë është dashuria e vërtet, dhe e dyta, si ta elaborojmë shprehjen që nuk mund të na duan kurrë nëse ne nuk duam veten. Dhe nëse ne duam veten, s'kemi nevojë të duam dikë, por ajo është ekstra. Nëse një dashuri është e vërtet, ti je komplet puzzle-i.
nuk vjen dikush, po erdhi dikush me të plotësu ty, nuk është dashuri e vërtet. Të presin, pra unë dua dikë të plotësohem, të më bëj ndije mirë, të më ngrej. Atëherë, unë e kam bërë një video që them se nuk ka persona toksik. Persona që ne njohim që vinë si partner apo partnere, zgjojnë brenda nesh një traumë të vjetër. Edhe ne nuk dashurohena me personin, por me traumën dhe vujmë. Kjo është arsyeja pse shumica e njerëzve vujnë në dashni. Dhe nuk janë të vetëdijshëm. Ne dashurohena me traumën, zgjon diçka brenda nesh ai personi. Por nuk janë të vetëdijshëm, ndërsa në momentin që ne si e besojmë dhe si e perceptojmë dashninë e vërtet, është vetëm ku një person vjen në jetën tënde me ecë bashkë në rrugtimin tan, jo me të plotësu ty boshllëkun tan. Ajo është dashnia e vërtet. Interesante. Shpesh shumë njerëz mendojnë që këto janë pralla, po të duash vetëm, pastaj të vijë dikush tjetër. E presin vazhdimisht, të kërkojnë pafundësisht dikë që të vijë dhe t'i shpëtojë jetën. Sa rëndësishme është të duash veten dhe çfarë magjie ndodh kur ne duam veten në mënyrën si na shohin të tjerët. Çdo gjë, si e vlerësojmë ne veten, si e respektojmë ne veten, si sillena ne me veten, njëjtën gjë bëjnë persona që janë me ne. Dhe nëse ne njihen të pa respektuar, të pa vlerësuar, të pa dashur, është një mesazh i fuqishëm që po të thotë se ti nuk e don veten tënde. Kështu që si ta shikosh, si ta kuptosh në vetdijen më të lartë se sa shumë ti e don veten tënde, është si sjellën të tjerët me ty. Ka njerëz që jetojnë dhe ushqejnë me dhimbjen, madje ka njerëz që nuk i lën pas historitë të tyre sepse i kthehet në një lloj zakoni që dëgjon një këngë qajnë, nuk duan të lën pas historinë e tyre të dashurisë, madje ka njerëz që ushqehen nga narcisistët. Pra ka nevojë për një narcisist në jetën e tyre që t'i dominojë dhe t'i zgjidhë dhimbjen brenda vetes. Sa e rëndë është kjo? E rëndë është, por ne një jetë kena partnert që meritojmë. Sepse i tolerojmë. Edhe ka persona që e vujnë shumë dhe njoh shumë raste që kanë marrëdhënie me njërin partner narcisist. Edhe është shumë e dhimbshme, por kanë me marrë mësimet e tyre. Kështu që deri që të zgjohen dhe të kuptojnë mësimet e tyre, atë rrugtim do njekin. Ti beson që nëse një situatë e vështirë e rëndë në jetë na përsëritet disa herë, do të thotë që ti pra ende nuk e ke marrë mësimin prej asaj situate? E vërtet. Metë është ai rrethi vicioz që, domethënë, po e them më që jeni ato diskutuar për dashuri, nëse ty të vjen i njëjtë energji partnerit, por në formë fizike të ndryshme, tregon që ti alo se ke marrë leksionin edhe të po të përsëritet herë pas here, patjetër. Cili është mësimi, pra duhet marrin mësimin. Edhe universi teston. Mundohesh t'ia shpjegosh njerëzve botën tënde spirituale apo nuk lodhesh? Jo, kaluaja koha ku unë shpjegohem. Vetëm nëse jenë frekuencat e mia, do më kuptosh, në të kundërt, ke punën edhe procesin tanë. Interesante. Sa bukur është që dy njerëz të bashkëtojnë, pra ti dhe partneri jot që kanë pasur në program gjithashtu në këtë botën spirituale. Është gjëja më e bukur që na ka ndodhur në jetë. Fillimisht Amarildo është fut në rrugtim shpirtëror, edhe ishte e pjesa e skepticizmit tim, por momentin që se tan kohën dote që unë t'isha pjesë e atij rrugtimit edhe më erdhi ai momenti jem kritik që zgjolla të shkoj në rrugtimin tim shpirtëror, se më ndodhi një zgjim i mbrëmshëm, ka kanë gjëja më e bukur dhe ja sugjeroj çdo lloj çiftit që të rriten bashkë në mënyrë graduale. Nuk ndodh ndamja nga ekonomia, nuk ndodh ndamja, di që do shohem nga kjo, për mua është një besim edhe shumë e vërtet, nuk ndodh ndamja nga ekonomia, po ndodh ndamja nga që njëri partner mund të rritet shumë edhe tjetri me i pa zhvilluar, krijohet një hendek mes çiftit. Kur të dy japin dorë njëri tjetrit dhe rriten bashkë, nuk ka si ndodh ndamje mes çiftit. Nuk ka absolutisht. Nuk është, ne kena pas sfida pafund ekonomike, pafundësisht. Por nuk ka nolle, sepse ne jemi bashkë atij rrugtimit, dhe ja kena dalë. Gjatë rrugtimit tënd shpirtëror, veç fillimit, ka të është dashur të lësh njerëz pas në jetë, sepse edhe nuk të janë bashkuar, por edhe i ka verbuar drita jote? Po, kam lënë. Duhet me e bë këtë? Patjetër që duhet me e bë. Edhe pse morali
mund të na thotë që jo, po ti e ke pasur mikesh ose mik prej vitesh. Ka besime që i kina të mbartur në mrena vetes që unë atë kam pas mik apo mikesh dhe si mund ta bash ti kët, por që nëse nuk rezonon me mua pse duhet ri unë me te. Atë e bie që unë tri njëjtin nivel edhe mos rritem. Kështu që unë zgjidhja mu rrit edhe personi tjetër letrin aty ku është nuk don. Që çdo njeri don mu rrit. Edhe nuk do të rriun te mos rritja e tjetrit, unë do vazhdoj rrugtimin tim. Pastaj tjetri ka me perceptu që pse iku e dona, por që ka mi ardhe momenti që ka me kuptu pse si kallon me e donën. Ofron ndihmë nëse nuk ta kërkojnë? E kam bë më përpara dhe jam e zauru si njeri, realisht. Se? Jam e zauru sepse vetëm kam dhënë energji dhe nuk kam marr asnjë mirënjohje mbrapsht. E kupton edhe energjia don exchange, kështu që shpeshherë edhe të fajsojnë, pra nëse ti flet, kujdesesh për ta dhe drita jote i verbon, bëhesh e keqa. po, kanolla dhe kështu Se rastesh. ti nuk i kupton ata për fatkeqësitë e jetës në thonjza që janë dojo kaluar. Ti je futkot, ti je deluzional. Ti ke dëgjuar këto në jetë? I kam dëgju, i kam përjetu, por kam divorc me ta. Në trafik është një nga momentet ku është e vështirë të mos asarohesh. Okej. Si e sheh ti një idiot që i bie burisë zë rrugën ose mund të ka pak pasqyrën, ndryshe nga turma. Për shkak dikush e shef si njëri të keq, që duhet të uli xhamin të ulë rasi, ti si e sheh të moment? Deshe më thonë drejten, e Edhe ti shpirtit. asarosh? Ka momente që acarohen. Patjetër. Ka momente që acarohen, ka momente që i bekoj. Por që shumicën e rasteve kuptoj që diçka nuk shkon te ai person. Edhe në momentin që acarohem unë, diçka nuk shkon te unë. O koha, o nuk e di diçka që mund kem me nxitu. Si të bëjmë diferencën mes shenjave të vërteta që na dërgon universi dhe ato që ne thjesht gënjim veten që po marrim shenja, sepse duam të gënjim veten që diçka po ndodh, pra është mendja jonë që kërkon një konfirmim, por në të vërtetë nuk janë shenja nga universi. Si reagon universi me ne? Universi teston. Që do të thotë, janë disa momente që ti, siç thot ajo mikesha jote që kam shkruajt për me unë do kem një makinë kaq shtrajt mas ta viteve, unë do kem këtë universi teston ty edhe të vjen aq shpejt ajo situata, edhe menja jote thotë wow, po noll mrekullia, shif si mnollen gjëra që mu me manifestu këtë gjën teme, po të noll diçka aty që ashtu do një mësim, por që nuk është e vërtet. Edhe më ka noll mu një rast i ngjashëm para disa kohëve. Edhe e mendova që sa shpejt e manifestova, por që doli një bullshit. Edhe kuptova që universi teston, sepse egoja gëzohet për arritjen, duhet ta ndash, është gëzim i shpirtit apo mashtrimi i egos. A mendon që rrugtimi i zhvillimit të shpirtëror, se ka një gjë në fakt ne në shumë vite shkollë, kryesisht në optikën time të çuara dëm, sepse ne s'po përdorim sot kur ligjet e fizikës apo leksionet e zyshës së kimisë. Tani është mirë, jam dakord që disa gjërat i dimë në jetë, të njohim çfarë është atomi, fizika kuantike dhe të tjerë, por kur s'na kanë mësuar si t'ja dalim në jetë. Përkundër Dhe mendon që tmerrsisht, domethënë nëse i futemi kësaj teme, madje ka menduar ta bëj në një nga në episodet e ardhshme, që ne nuk na ka mësuar kurrë dona si të dalim në jetë. Ne nuk na ka mësuar kurrë si të përballemi me emocionet tona. Ne nuk na ka mësuar kurrë si të punojmë me veten kur zhgënjehemi në jetë. Se prindrit ndoshta nuk mund t'i fajsojmë, se shumica e prindërve tan fatkeqësisht aq kanë ditë, aq kanë bërë. Shumica e prindërve tan nuk kanë qenë të arsimuar edhe tjerë me radhë, por në shkollë nuk na ka dhënë kush këto. A mendon që rrugtimi i zhvillimit shpirtëror duhet të jetë në shkolla shqiptare? Unë do kisha dashur të ishte një shkollë vetëm për këtë. Për këtë. Dhe fatkeqësisht Shqipni nuk ka. Është gjëja mua e bukur që mundet me i noll fëmijëve. Me pas një shkollë e rrugtimit shpirtëror. Askush nuk i flet prindërve në shkolla që çfarë është empatia, kur zhvillohet empatia dhe të punojmë me empatinë e fëmijëve të tyre para se të jetë shumë vonë. A e di dona që në Tiranë ka fëmijë që nuk e kanë parë ende lopën? Se të mos shohësh gjirafën që është në Afrikë. Po, të paktën këto që i kena këtu. Pse e them këtë? Sepse shumë prindër nuk e dinë që komunikimi, prekja e kafshëve nga afër u zhvillon fëmijëve empatinë. Nuk i bën ato kafshë nesër pas nesër. E vërtetë është.
fatkeqësisht rëndomt në vendin tonë. E të mërshme. E të mërshme është, por që shpresoj që me këtë pyetje mund zgjojmë dëshirën e dikujt që pse jo në të ardhme të bëj një shkollë të tillë, sepse është nevojë domosdoshme. Unë njoh shumë persona që kanë një zhvillim shpirtëror, edhe e dojnë shumë këtë gjë që të jetë edhe për fëmijët e tyre në shkollë. Por që ose të bëjnë ata në bashkë dhe kontribuojmë të hapim një shkollë. Në fund të ditës se jo. Dëgjoj, përpara se të falenderoj të largohemi, dua të përmend brandin Shqipe brand, i cili nga shoqëruar regjia që shumë ndihmon me pamje gjatë gjithë muajit nëntor me kapelet që kemi në studio, ke njërin prej tyre. Okej. Ke dhurat, këtë duash ti ose mund t'i marrësh të dyja. S'është problem. Jep edhe djalit. Okej, perfekt. Janë kapele me simbole të shqiponjës tonë dy krenare. Emri gjithashtu është Shqipe. Ju mund t'i gjeni produktet e Shqipe brand online në internet shqipe.com. Në vend të i skeni numrin 1 dhe aty mund të zgjidhni jo vetëm kapele, por xhupa shumë interesante në përditshmëri, veshje për palestër apo veshje për një date në fund të ditës, sepse ka elemente Shqipëria të brenda, me që thoni lart e poshtë në rrjetet sociale që jeni patriot, blini një produkt që ka simbole të patriotizmit. E dona të falenderoj që ishe në program. Nersi. T'jam mirënjohës. Gjithashtu. Edhe e shijova shumë bisede me ty. Edhe unë. Të uroj një të enjte të bukur në vazhdim, edhe uroj të shihemi gjithmonë për gjëra kaq shumë të bukura. As nuk e vën diskutim. Faleminderit edhe një herë. E dona Serka, i zonja dhe zotrinj, për më shumë mund ta ndiqni në Instagramin e saj personal. Ne shkëputemi këtu dhe Danko më thot, si shkëputemi Danko? Përfundimisht apo ikim, mrekulli fare. Ritakimi një radhës do të jetë nesër, deri atëherë, unë ju uroj një të enjte të bukur në vazhdim.